Një 36 vjeçar është vënë në pranga nga policia e Lushnjës pasi dyshohet se brenda 2 ditësh ka kryer 2 vjedhje, ndërsa njërit prej objekteve i ka vënë edhe flakën. Operacioni policor i koduar Again çoi në arrestimin e shtetasit Mari Glen Gashi, 36 vjeç, banues në fshatin Plug. Sipas policisë, ai ishte dënuar më parë për veprën penale të vjedhjes dhe kishte përfituar nga amnistia, ndërsa dyshohet se ju rikthye aktivitetit kriminal vetëm një ditë pas daljes nga burgu. Nga hetimet rezulton se më 16 korrik 2026, 36 vjeçari ka vjedhur 2 bateria automjetesh në fshatin Plug, ndërsa në orët e para të mëngjesit të 17 korrikut, ai dyshohet se është futur në një lokal ku ka marrë një shumë parash dhe një kompjuter portativ. Më pas, sipas policisë, i ka vënë zjarrin objektit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Policia bëri të ditur se fal veprimeve të shpejta hetimore u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi i autorit të dyshuar. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes.